Grupin e Sigurisë Europiane, sikur se kanë propozuar rusët historikisht, po edhe në dhjetor dhe janar shkurt 2021 dhe 2022. Pra këto janë ato që propozojnë edhe AFD-ja, edhe forcat tjera të cilat për momentin quhen të ekstremit të djathtë, populiste, dhe bile në Gjermani ka tentativa edhe për të nxjerrë jashtë ligjit, duke i konsideruar që janë jashtë aktivitetit tyre nuk përputhet me kushtetutën e Gjermanisë, ndërkohë që përbëjnë gati, të themi 30-40% të popullsisë, se si mund nxjerrë gjysmën e popullit tonë jashtë kushtetutës, është që ke vështirë për ta pranuar. Kështu që kam përshtypjen të gjithë dolën të lumtur, siç e thash në fillim fare, por problemet janë goxha të forta brenda aleancës. Në anën e asaj që nuk u fol dhe aq shumë, siç thash, ishte Ukraina që më bëri shumë përshtypje që presidenti Zelenski as nuk guxoi ta përmendte dëshirën e Ukrainës për të antarësuar në NATO. Jo më edhe Mark Rutte, i cili sekretari i përgjithshëm, jo më larg se sa 10 ditë përpara, me një fjalim patetik në krah të Zelenskit, deklaronte që vendi juaj është në NATO, sido që të vi puna ju do jeni antarë në NATO, ne nuk e lejojmë Vladimir Vladimirović Putinin të vendosë ai se çfarë do bëhet me NATO, pra toni ishte patetik. Dhe brenda 10 ditësh duket ata nga Washingtoni kanë thënë që zoti Trump nuk do të dëgjojë nga gjëra të tilla dhe nuk u përmend as sekundi perspektiva e Ukrainës si antar i NATO-s. Ndërkohë, të rrej vëmendjen edhe një fakt që disa nga liderat, përfshi Mark Rutte apo Ursula von der Leyen, folën me terma të themi më agresive ndaj presidentit Federatës Ruse, Putin, që pa frikë mund të themi që është i akuzuar për krime lufte nga gjykata ndërkombëtare e krimeve. Ku erdhi puna ke zoti Trump në konferencën për shtyp, në fund, megjithëse u pyet direkt dhe në një pyetje disi provokative nga gazetarët në raportet e tija me presidentin Putin, u shpreh me terma shumë të buta, duke thënë që unë jam në kontakt dhe ne do të vazhdojmë, dhe kur më morin telefon dhe më afrojnë ndihmë për Iranin, unë i thash unë dua ndihmë nga ty për ty, për Rusinë dhe për Ukrainën, nuk dua ndihmë për gjë tjetër. Po i kurseu të gjitha epitetet që mund të acarojnë situatën dhe komentet janë që nuk i intereson që të agravoj situatën përpara se të ketë një vazhdimsi në dialogun që ka me Putinin lidhur me konfliktin në Ukrainë. Ndërkohë, ambasador, unë doja të pyes një diçka edhe për Shqipërinë. Neve po të çojmë 5% GDP-n, 5% të GDP-s, buxhetin për luftën, kam frikë se mund të fillojnë të na dridhen pak gjunjë, se neve gjithë turizm, vetëm të turizmi atë po shpresojmë që ta zhvillojmë, por të ardhurat tona nuk është se ja vinë nga një industri ose nga një bujqësi e zhvilluar, më tepër janë taksa që grumbullohen nga import-eksporti, konsumi e të tjera. Kam frikë se mos ndoshta nuk doja dalim ta kapim 5%. Ka një ide që të ndërtojnë në një industri e lehtë këtu, prodhim fishekësh, prodhim armësh të lehta, këmbësorie, minash. Unë besoj fort që ta që janë sot në pushtet në Shqipëri thonë se çfarë do ne s'dim çfarë do ndodhi nesër, jo çfarë do ndodhi mbas 10 vjetësh. Kështu që punë e madhe fort se po hedhin firmën për një rritje 5%. Le të dali për zot ai që do jetë në pushtet me ndonse shenjat janë që jetë gjatësia në pushtet e këtij ekipi është diçka goxha e sigurt që do vazhdojë të jetë për një kohë gjatë. Por ajo që është më e rëndësishme në kushtet e Shqipërisë është që unë nuk kam parë ndonjëherë të ketë një debat publik se si harxhohet buxheti i Shqipërisë. Domethënë, çdo shok e mik që kam unë që kam pyetur se çfarë di për buxhetin e Shqipërisë nuk ka qenë gjendje të më thotë ndonjë gjë. Ka një indiferencë totale dhe si pasojë dhe deputetët e kuvendit duke mos ndjerë asnjë lloj presioni nga popullata, nga populli, nga zgjedhësit, nuk është se vrasin mendjen shumë kur vjen puna për të biseduar për buxhetin, më shumë kthehet në një çfaqje të betejës politike, batutash, se sa diskutohet në mënyrë profesionale për se si do harxhohen parat e këtij vendi. Kështu që në këtë këndvështrim, qeverisë shqiptare, kushdo që tjetë ka shumë kollaj që të marrin një pjesë të parave që janë për themi arsim shëndetësi, prandaj i kalon këtej dhe nuk është se do të ndodhi në një reagim shumë i madh siç mund ndodhi në një vend tjetër të botës ku po i preke anën sociale janë shumë të ndjeshëm. Kështu që në këndvështrimin burokratik dhe financiar nuk më duket se ka ndonjë gjë. Mendimi im është që sikurse dhe sot ne kur flasim për rritjen e buxheteve ushtarake në Shqipëri, ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj analize të rreziqeve nga se kërcënohet Shqipëria. Kush janë rreziqet që ja kërcënojnë Shqipërinë? Greqia, Turqia, Maqedonia?
Kam përshtypjen që me antarësimin tonë NATO, sikurse u fol në 2008, 9, 10 dhe me radhë, ne dikur, kur vra ndjes pas koloneli Fetivogli në Afganistan, kemi thënë atëherë që kufit e Shqipërisë tash janë në Hindukush, kështu që ne luftojmë për sigurimin e gjithë aleancës. Jemi përsëri aty? Atëherë për çfarë rëndësie ka se çfarë bëjmë neve në industrinë ushtarake apo në mbrojtjen e vendit tonë këtu, kur ne jemi ushtar, të themi që nesër pas nesër, nëse aleanca vendos të shpallë luftë Kinës, do shkojmë të luftojmë Kinë. Kështu në këtë këndvështrim, rritja e kapaciteteve ushtarake të Shqipërisë do duhet ishte pjesë e studiuar e një përpjekje të përbashkët. Dhe sidomos unë do mendoja që në këto kushte që janë krijuar, Shqipëri, Maqedoni, Malizi dhe Kroaci, fare mirë mund të bëjnë një buxhet të përbashkët për të trajtuar bashkarisht të gjithë problematikën e mbrojtjes dhe ashtu dhe ato para që janë çika mund të bëhen diçka më shumë dhe të kenë me kroatët ndoshta po, malazezët dhe maqedonësit kanë një klan të fuqishëm filoserb apo jo. Patjetër, po kjo mund të shërbejë edhe për të themi integrimin dhe ingranimin e më të mirë të këtyre shoqërive në strukturat perëndimore dhe sepse mos harrojmë një gjë që lufta më e madhe sot nuk bëhet as me armë, lufta më e madhe sot po bëhet në fushën e narrativit, në fushën e informacionit, në fushën e një pjesë të themi mikroskopike fare dhe kjo që po bëjmë ne të dy sot, në kuptimin e një përpjekje për të themi dhënë një këndvështrim apo një interpretim të situatave në mënyrë që njerëzit kenë sa më shumë informacion kur bëjnë zgjedhjet e tyre politike. Dhe kur thash pak më përpara për mënyrën se si harxojmë paratë e Shqipërisë, kam përshtypjen që ne jemi goxha të prekur nga gjithë fenomeni botëror që po ndodh sidomos me Trump edhe kudo, ku mekanizmat demokratik të kontrollit politik janë pothuajse zhdukur. Pra sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më kujton një shprehje të dikushme të citohet se e kam dëgjuar nga të tjerë dhe jo direkt duke lexuar Lincoln. Abraham Lincoln, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pas ka thënë dikur që gjithë Napoleonet e botës po të mblidhen nuk kanë çfarë të bëjnë Amerikës. Po Amerikën mund ta shkatërrojmë vetëm ne amerikanët vetë. Dhe po të shikosh ka dy vendime të gjykatës lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës që kanë të bëjnë me zgjedhjet, një vitit 1976 dhe një vitit 2010, të cilët në esencë kanë të njëjtën përmbajtje dhe praktikisht kanë hequr çdo lloj kufizimi të kontributeve financiare, qoftë nga individët, qoftë nga korporatat, për fushatat politike. Dhe po të shikojmë atë që bëri Elon Musk në mbështetje të Donald Trump në fushat, nuk kishte asnjë lloj kufizimi parash. Me këto dua të them që 1976 dhe 2010 pak a shumë kanë bërë ato që thoshte Lincolni që Napoleonët nuk kanë çfarë të bëjnë Amerikës, po amerikanët mund ta shkatërrojnë vetë Amerikën. Dhe praktikisht me dyndjen pa mas dhe pa hesab dhe pa kurfar kufizimit të parave në politik, në një farë mënyrë është ndikuar cilësia e kontrollit politik, demokratiko-politik të jetës politike në Amerikë. Pra, dhe me kalimin e kohës, Kongresi i ka deleguar presidentit shumë të drejta si për të marrë vendime për luftën, si për të marrë vendime për problemet ekonomike e tregtare, sepse ka qenë kërkesë e kohës, domosdoshmëri e kohës, ekzigjencë e kohës që Shtetet e Bashkuara dilnin me një qëndrim shumë të shpejtë, që nuk lejonte të kishte shumë kohë për të vajtur në Kongres, për ta debatuar, diskutuar, edhe në moment që shkon në Kongres pastaj ka edhe luftë politike. Kështu që Kongresi i ka dhënë presidentit gjithë kompetenca. Dhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po ta shikojmë tash zotin Trump, shpall emergjenca kudo që janë dhe bëj bazën e emergjencës qeverisë me dekrete ekzekutive. Dhe po shikojmë përveç ligjit buxhetit që ka çuar tash në Kongres, edhe Big Beautiful Bill, që do ta fusin borxh Amerikën më shumë. Nuk ka çuar asnjë legjislacion tjetër. Pra u bën 4 muaj që ai qeverisë vetëm me dekrete ekzekutive. Çka do të thotë? Po t'i kthehemi asaj thash pak më përpara, mekanizmat e kontrollit demokratik dhe të vetë korrigjimit, siç thot Daron Acemoglu, ka një libër të jashtëzakonisht interesant në pse dështojnë kombet, dhe krahason është një qytet në kufit midis Arizonës dhe Meksikës, Nogales, Sonora dhe Nogales, Arizona. Qyteti i cili është ndarë pothuajse në mes në 1860-ën, mbas luftës Meksik-Amerikë, dhe shikon se sa i lulëzuar është Nogales, Arizona, në krahasim me atë që është në Meksik. Atje ka mbetur si 200-300 vjet përpara,
Duke filluar që nga kanalizimet e ujrave të zeza, furnizimi me ujë, kalamajt në shkollë, kujdesi social, kujdesi shëndetësor, dhe këtej është një copë parajs amerikane, ku të gjitha këto probleme janë njësoj si në çdo pjesë tjetër të Amerikës. Qytet funksional. Pse ndodh kjo? Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës si sistem politik kanë qenë ku e ku më i zhvilluar dhe në kuptimin e kontrollit demokratik dhe të institucioneve të cilat e shpërndajnë pasurinë në mënyrë sa më të njëtrajtshme. Sot, që nga viti 1980 dhe deri tani, që janë gati 45 vjet, produktiviteti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur 50 herë, paga e punëtorëve ka mbetur por në të njëjtin nivel në kuptimin e fuqisë blerëse. Nuk ka absolutisht asnjë rritje. Siç thotë edhe vetë sekretari i shtetit, 12% e amerikanëve zotërojnë 88% të aksioneve. 38% të tjerët që mbeten zotërojnë 12%. Pjesa tjetër janë me borxhe. Pra, gjysmë amerikanëve zotërojnë aksione në bursë, pjesa tjetër jetojnë nga dita në ditë, pra paycheck to paycheck. Ama gjithë kjo mënyrë e shpërndarjes së pasurisë patjetër që reflektohet edhe në ato tensione sociale në për cilat kalon Amerika. I ra shumë gjatë e gjërë për të dalë tek çfarë mund të bëjë Shqipëria në momentin kur do i kërkohet që të harxojë 5%. E para mund të manipulojë shifrat, që e thamë përpara siç kanë filluar ta bëjnë edhe shumë të tjerë. Mund të përfitojmë dhe të bëjmë projekte infrastrukturore për cilat kemi jashtëzakonisht shumë, megjithëse është bërë jashtëzakonisht shumë në këto 10-15 vjet e fundit apo dhe 20 vjet e fundit, por prapë ne kemi nevojë të jashtëzakonshme. Ne themi që jemi shumë mirë se krahasojmë atë që kemi qenë jashtëzakonisht keq, po të shikosh janë me 10 fshatra, zona, po të shikosh të bëjnë agriturizëm jashtëzakonshëm. Dhe janë afër qyteteve. Edhe me Maqedoninë edhe me Serbinë, kur kalon ndonjëherë nuk krahasohemi për penetrimin e rrugëve që kanë ata nëpër fshatra. Ne jemi akoma shumë larg. Kështu që kjo mund të na ndihmojë që t'i fusim edhe ato në që do vinë amerikanët nga këto rrugë. Tjetra është vërtet Gjermanët, për shembull, me sa kuptoj unë, do ta përdorin për një të ashtu quajtur keynesianizëm në ekonomi. Pra, ti përdor industrinë ushtarake për të dalë nga kriza. Gjermanët kanë 3-4 vjet që cilë nuk po dalin dot nga kriza. Kjo të çon, historia ka treguar ambasador që kjo të çon ose do bësh luftë ose do pësosh një krizë akoma më të madhe. Patjetër. E njëjta gjë ishte me Hitlerin, e njëjta gjë është me rusët, jo më kohët në forumin e Shën Peterburgut, guvernatorja e bankës ruse, cila është një femër, ekonomiste shumë e zonja, Nabokova, diçka e tillë ka emrin, tha jemi në limite, tha vendi nuk mund të rezistojë më shndrimit në industri lufte. Kemi nevojë për punëtor, për krah pune, që t'i fusim, rrogat rriten, mirë po, problemi është që rriten edhe bonuset për ata që shkojnë në front, problemi demografik, e tjera. Pra, e çoj Gjermania, po pastaj po na vendosën helmetën gjermanët, ndërlikohet një çik puna. Se si i tha, i të lezësim janë kështu me brek, kur lozin futboll, apo duhet i shofësh me helmet. Sot që po flasim, debati me sa shikoj unë në Gjermani është drejt luftës. Pra, ata kanë bërë thirrje për vullnetar për në luftë dhe shkalla e përgjigjes së vullnetarëve ka qenë tmerrsisht e ulët dhe ministri i mbrojtjes së tyre shumë i zhgënjur dhe po shikon mundësinë për të futur introduktuar një ligj të shërbimit detyrueshëm ushtarak, sepse përndryshe nëse do t'i marrin me pagesë, nuk ja dalin dot aq shumë ushtarë që ju duhen për të përballuar nevojat e luftës. Përgatitja është për luftë, kështu që në momentet kur fryhet një pakënaqësi popullore për kushtet e jetesës apo për pagesat apo në përgjithësi, deri tani rrugëzgjidhja ka qenë që forcën më vitale të atij populli vishe me uniform dhe çohen front që të vritet dhe pastaj nuk ka më kush të protestojnë në rrugë. Por ama, kjo nuk është fatalitet. Sikurse dhe vendimet që marrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot që në vend që të paksojnë shpenzimet ushtarake, sepse më duhet ka rënë biseda edhe një herë tjetër. Në momentin kur interesi i borxhit kalon shpenzimet ushtarake, kjo ka ndodhur në perandorinë holandeze, angleze, turke para tyre, spanjolle me radhë. Është vëzhgimi i Ray Dalios që thotë nga studimet që ai ka bërë rënies perandorive, pragu i momentit kur rënja bëhet më e dukshme dhe çfarë edhe fizionomira të tjera, është kur niveli i interesit kalon shpenzimet ushtarake. Këtë nivel Amerika ka një vit apo dy që e ka kaluar. Dhe do duhej që puna e parë që të bënte, do duhej që natyrisht edhe kjo që bëri zoti Trump në summit. Trump i kthej bën sepse ky 5% që
duhet shkoj të blejnë armë amerikane. Tu është ideja. Por, pa tjetër, që ndihmon ekonominë amerikane duke blerë armë amerikane, dhe kjo është një nga objektivat. Por, më e rëndësishmja është që shkon në drejtim të filozofisë së zotit Trump që ka projektuar gjatë fushatës, është tërheqja e trupave, pra paksimi i shpenzimeve amerikane për bazat që ka jashtë vendit. Dhe një koment i një analisti, të themi, goxha i kuotuar për problemet e Rusisë dhe të NATO-s, thoshte që europianët me këtë që bën, pothuajse kanë firmosur dënimin e tyre, sepse zoti Trump tashti kur të raportoi në Kongres apo para bazës së vet elektorale ke MAGA, do thotë që problemi i Europës u zgjidh, kështu që ne nuk kemi më nevojë të mbajmë trupat atje, se europianët do i paguajnë vetë mbajtjen e trupave të tyre, pra do fuqizojnë vetë, nuk kanë më nevojë për ndihmën tonë. Pra, europianët u nisën, t'i bënin qefin zotit Trump që trupat amerikane të rrinë në Europë, sepse në fakt, ajo që mendoj unë është që, apo që kam lexuar, është që europianët kanë më shumë frikë nga largimi trupave amerikane, sepse nuk do t'in të menaxhojnë paqen midis tyre, se sa kanë frikë nga kërcënimi rus. Që patjetër, siç thash edhe pak më përpara, nuk është krejt fiktiv. Por duke rritur shpenzimet ushtarake, i japin të gjithë të drejtën Pentagonit dhe ushtrisë amerikane dhe atyre që janë në favor të tërheqjes së trupave të kenë një argument shumë të fortë, t'i thonë zotit Trump që të marrë vendimin për të tërhequr trupat, pa se të filloj paksimi i trupave, sepse tashmë Europa është në gjendje të mbrohet vetë, sepse po paguan vetë. Kështu që në këtë këndvështrim